Opozita shqiptare ka një shans historik. Mbledhja e komunitetit politik europian që do të mbahet në Tiranë duhet të kthehet një makt për Tiranin e fundit të Shqipërisë. Edi Rama që ka dalë nudo dhe ju propozon fëmijëve duke shkaktuar tërmet politik, nëse klasa politike shqiptare, opozita do të ta denoncojë me fakte, me ligje, me prova, Edi Rama duhet të arrestohet. Nëse në atë shesh nuk denoncohet Edi Rama dhe krimet e tij përpara ndërkombëtarëve me ato që ai ka bërë vet, do të thotë që Partia Demokratike është një shërbëtore pikërisht e Edi Ramës, me të cilin ka ndryshuar kushtetutën, ka bërë të gjitha marrëveshjet, të gjitha kodet zgjedhore dhe kështu shqiptarët do të duhen ta qepin përfundimisht gojen përpara Tiranit Edi Rama.